Kryeministri Edi Rama këtë të diel në podcastin e tij Flasim, solli në vëmendje zhvillimet më kryesore të javës. Rama u ndal tek zgjedhja e kreut të ri të SPAK. Kryeministri tha se ka besim se Braho do ta çojë SPAK-un në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër korrupsionit. Gjithashtu shprehu edhe respektin për Altin Dumanin. Këtë javë SPAK-u zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radhë parë forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurorit të ri Klodian Braho i uroi ta çojë SPAK-un në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, kam shumë besim se eksperienca e 6 viteve arritet e padiskutueshme, si dhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetkritik punën e deritanishme mund ta çojnë SPAK-un në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot. Kryeministri Rama foli edhe për vendimin e kushtetuesës për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, sipas tij pezullimi goditi organizmin demokratik të shtetit. Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të ri drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kryeministri foli edhe për futjen e lahutës shqiptare në UNESCO, të cilën e cilësoi si një sukses të Ministrisë së Kulturës e Turizmit. Arti i prodhimit lahutës, i të luajturit dhe i të kënduarit me të, është shpallur zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, jo materiale të UNESCO-s në listën që kërkon mbrojtje urgjente. Ky është një nga sukseset më domethënëse të Ministrisë sonë të Kulturës dhe Turizmit në mbrojtjen dhe promovimin e identitetit tonë kombëtar dhe kulturor. Dosja e përgatitur sipas standardeve më të larta të UNESCO-s u dorëzua në mars 2024. Rama komentoi edhe 100 vjetorin e urdhrit të Skënderbeut, të cilën e cilësoi si rilindje e sistemit evropian shqiptar të urdhrave dhe medaljeve, sipas tij një urdhër për të bashkuar në një sistem të ri evropian vlerat të shkuarën dhe të tashmen.